إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, atë e falenderojmë dhe e madhrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhehenamit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira e shlyn të keqen, mirë po edhe të silemi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Kush ka një ori për shkencën e teknologjinë, e din se dikun ka funi shekullit 19 është zbulu radio. Të na ka orë më vonë, nështë pak para luftës dytë botërore se mas luftës dytë botërore. Po më ju thonë aty në gjeneratave që se kanë mëri këtë punë, se këmë arë një njeri folën Prishtinë, e dëgjën Mitrovic, e dëgjën Bajgor, ose folë prej Tirane, e kemi dëgju krejt kjo anë, kjo është tonë, kjo është çmen njëre, së është në mirë me kry. E mas andej, mas radios, erë telefoni, erë televizori, erë interneti, erë kjo celulari, smartfonat, që njëri me ta realisht e ka shkurtu distancën edhe kohore, edhe vendore, edhe me ta flet, me ta blen, me ta shet, me ta ka kontakt me njerëz që kur nështë as kish pas mundësie me i pas ato kontakte kështu me radhë, sa që me kënkon mundësia me ardhë dikush për atyne që kanë vdek, edhe me e pa që krejt që to gjera pe i bojmë për mes një aparatin dorë, që pe i bojmë se cili bela edhe gjatë kohës të hutbes që është ndaluar njeriu me lujt me ta pe i shohëm gjematin të lujt, kështon që ta njerëz janë të jetu në botën e fantazisë. Mirë po nuk ka përfundu puna veç me kaq. Tash ka ardhe diçka dhe me eri. Besoj që gjithë e dini për që inteligencën artificiale. ChatGPT-je, programimet të ndryshme, që në bazë do farë algoritmave që i kanë kurdis
njeriu mundet me bashk vepru me ta, mi kërku çka dush me të shkru, çka dush me të punu, besa veç idenë që mundesh ti m'ia dhon, aja me ta qitë që i thojmë na në letër, besa edhe heq mos me disht me shkrue, veç m'ja nis me fol me ta, të përgjigjet dhe bashkë bisedon edhe të kryjnë punë, që më të vërtet njeriu e fascinon, e këtë çka po e thëmon është veç e pakta prej asaj që ka mundësi njeriu me bashkëvepru me to, nga se më të vërtet kjo thojnë është një dete që nuk i shihet funi. Mirë po unë nuk jam këto me i spjegue se as realisht nuk e kam profesion këtë punë, mirë po duhen në aspektin shariatik me i folë disa çështje që kanë bëjnë me çdo teknologjit, e sidomos me këtë teknologjinë e vije e re. E para atyre vëllezër të nderuar, pavarësisht njeriu sa zbulon prej teknologjive të ndryshme, e që secila që vjen e qëtë që i thojnë na pej modat të kaluarën. Gjithmonë kjo e reja më avancume dhe duket që kush e di çka kemë arritë. Edhe besa ka herë njeriu kur i sheh që to dëmon zbulime e këtë teknologji e këtë përparim, i hin vetja në qef, edhe mendon që e ka përtheku dynjon me dituri, edhe ka mrijen në qiellin e shtatë, edhe sikur mos me pas as krijues, as Zot, as mos me pas ai fuqi, as autoritet në farforme, me sfidu autoritetin e Allahut Azza wa Jall dhe dijen e tina dhe pushtetin e tina. E kjo na kujton atë që e kanë bërë njerëz më herët. Faraoni kur ka ndërtuar çto piramidet që edhe tash janë enigma se si janë ndërtuar, i thoshte vezirit e tina, ministrit e tina, ndërtoma një ndërtesë të madhe që shkon në qiell, të shkoj te Zoti Muses, se unë po dyshoj që ai të gëny. Realisht ai pretendon të se Zot, s'ka të tërkush këtë botë vetëm se ai. Mirë po, përderisa e kishte dikon tjetër që e sfidonte, që ishte Musa, që i thoshte se ti je rob i dopt, edhe Allahu Azza nuk ka dhënë vetëm se pak nga dija dhe pushteti i tina, ai thoshte se jo, nuk është si po thot Musa, mirë po unë aq jam i fortë se kam mundësi me shku në qiell, edhe me e pa se s'ka kur gjë atje dhe nuk ka Zot. E fatkeqësisht ko pas kohet njëjtat dyshime, njëjtat ndjenja, njerëzit i krijojnë si të bojnë pak fuqi, pak dituri, pak teknologji, pak zbulim, edhe fillojnë me mendu se kanë fluturuar dhe kanë hyp në qiellin e shtatë dhe nuk ka askush përmbi ta, e ç'kjo është rreziku më i madh se runa Zot, kjo njeriu në nxjerr prej feje. Kjo është e para. E dyta vëllezër të nderuar, na gjithmonë thojmë muin ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Allahu Azza ka thonë me i numru begatit Allahut Azza wa Jall, nuk keni mujt me ardhë në fund. Ato numrohen, mirë po në fund me dash mi numru nuk mundesh me ardhë në fund. E pa dyshim se edhe kjo teknologji është pej begative të Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza na ka lehtësu jetën edhe me radio, edhe me televizione, edhe me internet, edhe me këto celulara, edhe tash me këtë inteligjencën artificiale, se tash njeriu pak me ditë me kundër me bashkëvepru me ta, më të vërtet ja shkurton kohën, ja shkurton mundjen e kështu me radhë. Mirë po kjo është vetëm një anë e medaljes. Është runa Zot edhe ana tjetër e medaljes, që runa Zot njeriu me keq përdor këtë punë. Bën zarar ma tepër se hiç mos me kon këto teknologji. E prat njeriu për çdo begatije që vjen nga Allahu Azza Jall është mes këtyre dy gjërave. Apo është mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall dhe po e përdor mëna kufive që Allahu Azza Jall ja ka lejuar që t'i ndihmon dhe të ruan fenë e tina, moralin e tina dhe t'i ndihmon njerëzimit dhe përparimit, apo runa Zot po e vendos këtë begatin dur të gabuar, duart të atyre njerëzve të cilët i kanë jetët e këqija, edhe i keq përdorin begatit e Allahut Azza wa Jall, e bojnë shkatrime, e bojnë fesad në tokë,
e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Veprat shpërblehen sipas qëllimit dhe secili person sipas niyetit të tina ku më u vlerësu. Mirë po, fatkeqësia thash është se si këto edhe ato tjerat shpesh din me i keq përdor. Se kjo inteligjenca artificiale është një fabrikë e cila mundet me prodhu material sa që përpara u dosht studio e ekipe qoftë shkencore kështu me radhë me i bë diçka prej tyre e ti mshelesh në 4 mura me një telefon ki mundësi realisht me bë çka dush. Bile pak thash me dit apo me pas një program të avancuar çudira. Në anën tjetër i ki këto rrjetet sociale të marketingut që me u bo këto dyja bashk edhe mu keq përdor, vaj halli dhe sa zarari bohet, e sa fabrikimi bohet, e sa gënjeshtra, e sa fesadi në tokë, e prat njeriu gjithmonë duhet mja kujtu vetes këtë vëllezër të nderuar. Që ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Njeriu asnjë fjalë nuk e nxjerr prej goje. Mirë po edhe as mendon edhe e shkruan vetëm se aty ka melaçe të ashpra që e regjistrojnë atë që ke thonë ti. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se njeriu ndonjëherë e fol një fjalë, e bën një punë, i doket e thjesht e shkakton hidhrimin e Allahut azza wa jall, e vendos në zjarr të xhenemit në thellësi sa ka distancë mes lindjes dhe perëndimit. E pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se nesër në ditën e gjykimit këmbët e njeriu nuk do të lëvizin pa u pyet për 4 gjëra, e njëra prej tyre ka thonë me diturinë e tyre çka vepruan. Këtë dituri, këtë përparim, këtë teknologji, a jem të e përdor për ndihmë të njerëzimit, për ndihmë të fesë, me bë programe të mira, qoftë në ekonomi, qoftë në shkencë, qoftë në mjekësi, në qoftë çdo sferë që realisht i shërben njerëzimit, apo runa Zot e kemi bërë për me i linçu njerëzit, me bë propaganda të ndryshme, me fabriku gjëra, e realisht masandena edhe me i denigru personalitete, edhe me cenu derën e njerëzve, edhe me shkatru, edhe dhe më thonë personalitete, edhe familje, e këto vjen rani muslimonit, që realisht jo çdo gjë që dëgjon e beson, se thash ta bjen me fotografi, edhe me zotina, edhe thjesht ta bën montazh, edhe doket se realisht 100% që ai person e ka thonë, e realisht është çështje e fabrikuar, e Allahu azza në ka këshilluar, ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ju që keni besuar, qofse ju vjen një farfasiko, një farmëkatari, me një lajm, vërtetahuni për atë lajm, se ka mundësi e bazonin atë lajm, e merr një veprim, e godit një dikam pa hak, e masandena bohën i pizhman. Për atë në ka orë në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma yasma'. Mjafton për besimtarin me u çu gënjeshtar, me marr mëkatin, qofse flet për çdo gjë që dëgjon. Se thash për mesaj goditen njerëz, goditen personalitete, e marrin njerëzit mjë shërbuj interesave, e sidomos këtë kohën që jem duke jetuar na, edhe faktikisht dëmtohen njerëz, dëmtohen familje, dëmtohen personalitete, qoftë fyra publike, qoftë hoxh, qoftë mjek, apo kushdo që djetaj, e Allahu azza ka thonë, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ata që i lëndojnë, i shqetësojnë besimtarët dhe besimtarët pa hak, ata kanë marrë mëkatin e shpifjes
dhe mëkatin e madh. Allahu Azza wa Jall mos na bëj prej tyre, mirë po na bëj prej atyre që realisht qofse e përdorim që thojna me men, e përdorim me dije dhe me fe, natë që na bën dobi në fen ton, në moralin ton dhe bën dobi shoqërisë ton. Edhe kurse se marrim këtë çështje armë me sulmu dikon, me liçu dikon, me keq përdor apo me përhap, domethënë imoralitete, kufriate, ateizëm me kështu me radh përmes tina. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, në një hutbë njeriu nuk mundet me I thonë të gjithat që ka për me thonë për këtë temë apo për temat të tjera. Mirë po, çka s'mundem me thonë krejt, nuk pelojmë krejt. E atë që thash, do t'ja shtoj vetëm dy çështje. E para, vëllezër të nderuar, këtë inteligjencën artificiale, njerëzit prej keqpërdorimit që janë të ja bë tash, përveç fabrikimeve e shantazhimeve që janë të ja bë njerëzve, duke janë vesh fjalë që si thojnë, qëndrime që si kanë e kështu me radhë. Tash njerëzit ja kanë nisë me e përdor këtë inteligjencën edhe si fallxhi, me shkue me vetë për çështje të gajbit, të ardhmes, dikush e vet cila parti ku me fitu, dikush e vet çfarë biznesi me investu, dikush e vet për kriptovaluta në cilën domethënë me shtiparët e kështu me radhë, realisht që çështje që nuk I din askush përveç Allahut Azza wa Jall. Kull la ya'lamu man fi s-samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Nuk e din kushdo që është në qiellin tokë të fshehtën përveç Allahut Azza wa Jall. Këtë duhet me pas qartë muslimani. Dhe çdo kush që pretendon që e din një gjë të tillë, të na është falltor. Mirë po qëndrimi jonë duhet me kanë thjesht që me këtë bindje me pas, as mos me besu, as me shku me I vetë. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë ku shkon me I pyet fallxhit, veç pe I kurreshti, hiç pa I besu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 40 ditë atina nuk I pranohet namazi. Rrum në Zot me shku me e pyet e me I besu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ke bë kufër me atë që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe këtë me pas kujdes. Mirë po dhe tjetra vëllezër të nderuar, është se ka nisë me bakit inteligjencën artificiale mufti, referencë fetare, për çdo çështje që e ka, s'ka me vetë ma hoxhën. Ja, tash e kam ChatGPT-n, edhe ja nisë e shkruan me ta, e flet me ta, e jep fetva, e kështu me radhë, edhe ndoshtat në herë dhe neve në ka ardhë të kalëzu, thot e kom në ChatGPT e kom marrë këtë fetva. O vëllezër të nderuar, nuk është çështja çaq mekanike që shpë me ndonjë as çështja fesë, po edhe çështja tjera. Se për me dhonë fetva njeriu nuk është me ditë veç një argument, po I duhet me I ditë qëllimet e sheriatit, duhet me ditë gjendjen atij I cili tu pyet, duhet me I kuptuar domethënë domin e dobia shumë faktorë të ndryshëm për me dhonë fetva. Se kjo që bojnë njerëzit me inteligjencë artificiale është si do të ri ka herë që I dëgjojmë I nullzue edhe e kanë marrë pak si me çtirë edhe kanë lexuar një ajet ose një hadith ose kanë një fetvat një dietarit edhe fillon me çata tash me I gjyku edhe njerëzit edhe vendimet edhe kështu me radhë e mas shumë bën zarar se edhe me kanë hesht. E njëjta është pothuajse edhe ata që faktikisht fillojnë me marrë dituri, edhe nëse në atë dituria jep sakt. E që shpesh domethënë ajo inteligjenca e ka një të mirë se kur pa gjevap s'len, kur pa përgjigje s'len. Kur ti thush e ki gabim, thot po mirë është. Ç'është ç'është po thu ti? Ama po them edhe nëse të jep sakt. Jo çdo e vërtet vlen për rastin
apo pra që e ke pyet, pavarësisht se sa ka mundësi e inteligjenca, e teknologjia dhe gjërat më avancu, faktori njeri i cili është i bom prej mishit dhe shpirtit, prej trupit dhe shpirtit nuk ka mundësi me zavencu. S'ka mundësi sa do që me shkush teknologjia për para, mjeku nuk ka mundësi me zavencue. Hoxhën nuk ka mundësi me zavencue. Mësuesin nuk ka mundësi me zavencue. Pra të keni kujdes, edhe në aspektin fetar, nuk duhet me marrë këtë inteligjencën artificiale, as hoxh, as mufti, as referencë fetare, e lusim Allahun Azza wa Jall që të na shtojnë dijen në fen tonë. Të jem falendërues ndaj begative që Allahu Azza wa Jall na ka begatuar me to. Të shfrytëzojmë natë që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me to, thjesht të shërbejmë fesë vatanit tonë, shoqërisë tonë. E kurse se mos na bëv Zoti këtë përparim e këto begatije që thjesht na largojmë pe Allahut Azza wa Jall, të bëjmë mëkate, fesad, se çdo ti dori që nuk është ndërtuar në devotshmëri, ai është ignorancë dhe fesad, na ruaj Zoti prej saj. Allahu Azza wa Jall na fal neve, na fal prindërit tanë dhe fal muslimanët në përgjithësi. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë, dhe gjendjen e këtë muslimanëve. Allahu na dhaj sinqeritet në fjalë dhe vepra. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.